Itali, në Gjermani, në Amerikë, ka debate, ka televizion. Unë do diskutoj me person, unë nuk diskutoj me ju, me gjithë kënaqësinë. Ata s'dalin. Megjithëse jeni detyruar diskutoni me ne sonte në mungesë të kundër rivalit tuaj nga Partia Socialiste. Diskutoj me ju, sa diskutoj me ata që hajnë mish. Por detyrimin që duhet ta kishit të diskutonit me ta. Kjo është politika, pra se ne do diskutojmë njerëzit që do votojnë nesër, do thonë ky Alizoti e ka mirë apo e ka shtrembur. Dhe do diskutonte me zotërin përballë, me një tjetër përballë. Do diskutojmë, kjo është politika. Rrafim alternativat, pozicionet, konceptet dhe njerëzit vendosin. Ata janë fshehur. Pse janë fshehur ata? Ata gjithë janë hajdutur, më thoj. I ka fshehur, i ka thënë po do dalim ne, humim pikë në publik. Ne fshihemi, marrim administratën, fusim ça para, kombinojmë ça, bëjmë ne lobinga, ne edhe marrim muhabeti kështu fitojnë zgjedhjet në Shqipëri. Doni më qartë se kaq, se po e them bio fare. Duke ardhur nga terreni, më bio është më mirë, prandaj po e them. Policia janë pengesat që hasnin në përditshmërinë. Gjithçka. Çfarë është pragu i pakapërcyeshëm në të kërkuarit e votës në Elbasan? Si Elbasani është Shqipëria, problemi është që unë e shoh më thellë, unë e shoh më shqetësim, se s'po flasim për PD. Unë e shikoj me shqetësim. Tani, të marrësh fëmijët nga shkolla për një aktivitet që bën ti, nuk je më bushtit, nuk je më politikan. Njerëzit i kanë çuar fëmijët të mësojnë atje. Nuk i kanë çuar, ata janë fëmijë të vegjël, 15 vjeç, janë të paformuar psikikisht. I 16 vjeç ti marrësh atje që të bësh ti miting të rish pushtet. Pra ky është degradimi edhe i shoqërisë shqiptare veç politikës, sepse njerëzit do të thënë stop, u bë 30 vjet që ne pretendojmë të bëhemi një shoqëri demokratike. Këto janë banalitete, mos them afrikane fare, se nuk mund ndodhi më kjo. Në këtë lloj procesi ka vetëm një armë. Unë shpresoj shumë tek zëmrimi popullor. Në qytetin e Elbasanit, por edhe në përfshatrat, të cilët deri dje, sidomos rreth Elbasanit, janë shquar që kanë pasur tendencë të majta, ka mlef të madh. Janë të varur për njerëzit në Shqipëri. Pra zemrimin e konstatoni në terren. Pyetja është a do ta konstatoni në kutinë e boftimit në datën 10. Kjo po ta dia këtë 100%, unë nuk jam këta që thonë do marrim 20.000 mandate. Unë nuk hyj në këtë, nuk jam ky lloj grupi politikanësh. Unë mendoj dhe besoj që zëmrimi popullor këtë herë është shumë i madh. Sepse është mbi gjysma e shqiptarëve rrugës së botës. Ka dalur i pari vendit që don, unë atë survejoj, don mandatin e 4. Nuk ka një fjalë për bujqësinë, nuk ka një fjalë për ekonominë. Thot pasaporta europiane. Kush e njeh procesin e integrimit është mashtrimi më i madh. Shqipëria nuk ka mbyllur asnjë kapitull për të qenë pjesë e Bashkimit Evropian. Ka disa kapitull. Elizoti besoj se nuk ka nevojë ta njohësh mirë procesin e integrimit për të kuptuar që pasaporta europiane nuk është një zotim partijak. Është një iluzion, është një mashtrim i madh. Ai e tund këtë. Shikoj, për mua ishte në kaos politik, unë nuk e shikoj më problemin të ai. Unë e shikoj të reagimin njerëzor. Njerëzit janë të trembur, njerëzit janë të mlefosur dhe unë shpresoj në 11 maj që kjo votë e madhe të bëjë ndryshimin. Për struktura, për OSBE e për këta, unë biles i kam takuar për kortezi, se unë ja u kam thënë, këtë herë ishte takimi shumë simpatik, ishin 2 zonë lirë që pasi mbaroi takimi protokollar, folëm anash ku thanë këtë drejtë, Shqipëria ne bëjmë një raport, pra kjo është e vërteta dhe e vërteta është mbi televizionin, mbi ilustrimin, mbi skenën, mbi interpretimin, mbi analizën. Ajo është aty. Shqipëria është një vend kriminal. Fatkeqësisht. Arte dhe SDF-ja patën emision dhe ato janë stacione shumë të rëndësishme. Nuk janë, tani do ta them modesti stacionet tona, shumë të rëndësishme. Nëse SDF-ja në prime time të nxjerrë dhe thot drog, dollar, diplomaci dhe rama, do të thotë që ti ke pullën e kuqe, sepse zbardhja ati dokumentari shkon të zyra kancelarit, të zyra ministrisjarme, Shqipëria është në këtë situatë. BND-ja ka pasur një fjalim që thoshte kokaina e Shqipërisë ka helmuar Hamburgun, Rotterdamin. Ta janë Shqipëri gjithë. Zakonisht ne kemi etiketuar si tabloide roz dhe jo serioze kur kemi dëgjuar etiketat të tilla për Shqipërinë. Po ty të delish ministri brendshëm, ti ke 2 ministrat brendshëm, i pari u akuzu për narko, i dyti pritet del në përgjime me njerëz me vrasës. Çfarë çudi e ka këtu? Këtu janë zbardhur gjitha. Tu është zbardhur gjithçka. Dhe unë e thash edhe një herë, një njeri civil, një politikan, i çdo lloj partie qoftë ky, që do shkojë të bëjë betejë me miliona miliarda dollar me njerëz të killer, të cilët s'ka lidhje me politikën. Jo, duke se çudi nuk ka më në konstatime. Por kjo është vërtetë që është nëse do të flasim për mundësinë e ndryshimit sot. Mundësia e ndryshimit, e thash edhe një herë, është shoqëror, është popullor. Dhe nëse njerëzit duhet të reagojnë, për mua duhet të jo se unë, dhe fatkeqësia ime është që unë jam tani në fushat, që për të thënë mendimin tim natyral, jo pozicionuar. Dhe po përpiqem të kombinoj mendimin tim natyral me atë të pozicionit ku ndodhem. Dua të themi gjë, për mua është shumë e rëndësishme që ne të kemi demokraci në Shqipëri.
Kjo është për mua parsore, sepse ndryshe si vend, do shkojmë drejt shkatrimit dhe degradimit. Nuk po prodhojmë demokraci dhe njerëzit që nuk janë të paktën partia Aksion, po që janë analistë, që janë mentar, duhet shkputën dhe ata nga interesat e tyre, të mbrojnë të mirën publike, siç e bën elita, siç e bën qytetarët poshtë. Kështu ruhet demokracia. Demokracinë nuk e ruan dot një opozitë. Nuk e ruan dot as Alizoti, as X, as Berisha, as Y, me gjithë gjunahet që kanë. Demokracia është një produkt që kërkon gjithë shoqëria. Në Shqipëri sot është në rrezik. Pastaj ka dhe një gjë. Ku është rreziku i madh i Shqipërisë në demokraci? Po eliminohet është rrezikuar një element që është shumë i rëndësishëm në demokraci, është rotacioni. Nuk ka ndodhur në Shqipëri mbi 2 mandate. Dhe rotacioni është thelbi i demokracisë, që të lëvizin pushtetet. Prandaj ju fola për mbretërimin e pambarimt nëse do të ketë vullnet nga pushteti. Të kthehen të futem në fazën time partijake, unë jam i bindur që ai në Shqipëri nuk fiton më. Kjo është bindja ime dhe unë e shumë kolekt mi punojmë që ai të mos jetë në Shqipëri. Që Shqipëria të shkojë në një proces tjetër. Sot Shqipëria ka shkuar drejt çmendurisë. Pra, u bë vite që njerëzit edhe në 90-ën dhe në 80-an ne ka pasur debate politike mbi ekonominë, mbi Shqipërinë, mbi kombin, mbi gjithçka problemet që ka një vend. Sot diskutimi publik ka vite që është zhdukur. Rrezikojmë totalisht lirinë e këtij vendi, rrezikojmë stabilitetin e këtij vendi dhe është hera parë që unë jam i shokuar në maksimum kur shikoj një njeri që bredh nëpër Shqipëri dhe thot ti budalla, ai budalla. Ti i marr, a ky i marr. Ti bretkos, ai zhab. Kjo pastaj kjo është shmëndi, kjo